do verifikojmë dokumentacionin. Dërgojeni, si qytetar, duhet jeni të lumtur që do ndërtohet tuneli i zonës tuaj ku keni dhe konkuruar dhe në ndërkohë për shkak të detyrës që keni pasur duhet jeni edhe pak më i sakt kur akuzoni, në respektin që u kam, pasi thatë që në tenderin e parë që u anullua, u ofertua me një çmim aq e kaq, kush është arsyeja që nuk u morë në tenderin e parë, sepse nuk plotësonte dokumentat, zotri. Dhe kur keni qenë detyrën që keni qenë, gjëja e parë që bënit kontrolloni dokumentat dhe pastaj shkonit tek oferta. Pra, në rast se një ofertë vjen e ulët, po nuk ka asnjë cop letër, duhet ta japim sipas jush? Unë besoj që jo. Megjithatë, ka komisione vlerësimi, të cilat vlerësojnë, ka një ligj të prokurimeve që është votuar në mars të 2021 në këtë parlament, po s'keni qenë prezent dhe ndoshta nuk e keni lexuar ose duhet ta lexoni, që vlerësimi tashmë është me pikë dhe vlerësohet pjesa e parë që ka të bëjë me eksperiencat e mëparshme dhe padyshim që një kompani që mund ta marrë në një lot tunazës nuk e merr tek tjetra, sepse një lot mund të jetë një rrugë fushore dhe tjetra të jetë viadukt ose urë. Dhe nëse ti nuk e ndërtuar viadukte apo ura, s'ke se si e merr sepse nuk plotëson pikët tek pjesa e eksperiencës, megjithatë kjo nuk është diçka që duhet konsumuar këtu, mjafton që t'i referoheni ligjit. Tani po t'i futemi rrugëve, siç e tha edhe kryeministri, vetëm tuneli i Thirrës, që ju e dini shumë mirë, ka nisur me një shumë që ishte diku tek 110 milionët dhe ka përfunduar me 280 milion euro. Pra, si është më mirë? Është më mirë ky ligj i cili nga fillimi vendos një çmim limit, i cili është ai çmim limit me cilën do të ndërtohet vepra, apo t'i lëmë në dorë çdo ministri, çdo drejtori, çdo inxhinieri, çdo supervizori dhe çdo kompanie që të arrisin çmimin 2 fish, 3 fish, 4 fish, sipas nevojës që do lind rrugës, sepse s'ka pasur studim, sepse nuk ka pasur një ligj që ta fuste në kornizën që sot është vendosur. Megjithatë, duke përfituar nga rasti dhe duke qenë se më dhat mundësinë që të flisja këtu për tërë akuzat që bët, siç u thash, patjetër ju dosjet janë transparente, mund t'i merrni, t'i dërgonin SPAK dhe të bëni atë që duhet të bëni ju si opozitë, dhe për sa kohë ka një diskurs konstruktiv, askush nuk ka frikë dhe askush nuk ju ndalon juve që të kontrolloni çdo lloj procesi. Do kthehesha vetëm pak tek energjia, pasi u thanë shumë sot, por që ishin më shumë demagogji dhe nuk dëgjova nga ana juaj një akuzë konkrete për energjinë. Çfarë është më rrezikshme në këto momente është dezinformimi që i bëhet qytetarëve. Unë nuk besoj që ju jeni të paditur, nuk e mendoj këtë fare. Unë mendoj që këtu qytetarët dezinformohen me kas. Në rast se këtu ka të paditur në radhët tuaja, atëherë unë e kam detyrë që t'ju informoj. Republika e Shqipërisë prodhon vetëm energji hidrike në 100% të saj. Dhe siç ju e kuptoni, hidrocentrali i parë që ka nisur nga operimet në 71-shin dhe më pas i dyti në 78-ën dhe tjetri në 85-ën janë 3 hidrocentralet bazë të kaskadës së Dirinit. Dikur u shtua dhe Ashta, por sigurisht është një koncesion të cilin ne e marrim me çmim të paracaktuar. Përveç këtyre 4 hidrocentraleve, nuk ka ndryshuar asgjë në sektorin hidroenergjetik të Republikës Shqipërisë. Hidrocentralet e vogla që janë dhënë me shumicë, më shumë e ngarkojnë sistemin tonë, krijojnë probleme sesa ofrojnë prodhim. Dhe për më tepër, siç ju e kuptoni, duke qenë që edhe këto ndërmarrje të vogla janë bazuara mbi ujin, çfarë ndodh është që kur ne prodhojmë përmes kaskadës të Drinit, prodhojnë dhe hidrocentralet e vogla. Pra, me pak fjalë, kur ne nuk kemi ujë në Republikën e Shqipërisë, dalim dhe importojmë. Këtë e keni bërë ju, dhe asnjë nga ju këtu nuk mund thotë s'kam qenë unë, ka qenë ajo qeveria e korruptuar, se dhe ne marrim përsipër për ata që kanë qenë para nesh, edhe ju do merrni përsipër për ata që kanë qenë para juash. Ky është prodhimi i kesh në 15 vitet e fundit. Dhe siç e shikoni,
Këtu është viti 2010, kur në qeveri keni qenë ju. Në vitin 2010, si viti më i mirë hidrik i 15 viteve, janë prodhuar 7 terawatt nga kaskada e Drinit. E dini sa keni importuar ju, zotri? Keni importuar 1.9 terawatt. Pse? Pse keni importuar ju në vitin me prodhimin më të lartë? Unë jam shumë e sigurt që askush nuk do jap përgjigje këtu, dhe ai që do të çohet jap në një përgjigje do dali dhe do thotë që ajo qeveria e korruptuar, kemi pasur edhe ne mbetjet tona, çfarë dëgjuam sot që thatë, do me thënë bët dalje ish kolegëve tuaj apo kolegëve që i keni sot në grup parlamentar. Në vitin më të mirë hidrik, kaskada e Drinit në 2010 në 15 vite ka prodhuar 7 terawatt, që te i kalon nevojën e tregut shqiptar gjatë një viti, por ju keni bler në import gati 2 terawatt. Pse? Sepse keni pasur 45% humbje. Pra për çdo terawatt që prodhoi, ju humbnit 45%. Ndërkohë që humbjet janë ulur me 20% dhe kemi zona të cilat shkojnë edhe me humbje 4%, aty ku janë ndërtuar në stacionet e reja, aty ku është investuar. Do t'i referohem fjalës së ish ministrit të energjisë, të Damian Gjiknurit, dikur kur ju thoshte për një kufom që ju latë. Latë një kufom energjetike, të cilën ne e rikthyem në jetë, përmes një strategjie të mirëfillt për rimërkëmbjen e sektorit. Ju që prodhonit 7 terawatt, nga e njëjta kaskadë që prodhojmë dhe ne sot, ju blinit 2 terawatt për të plotësuar të gjitha humbjet dhe të gjitha vjedhjet që kishit. Ju arktonit 28% të faturimet. Ne arktojmë mbi 96% të faturimet. Sot në Republikën e Shqipërisë ka 1.1 milion kontrata, abonent të lidhura, nga të cilët aktiv janë 500.000. Kontrata aktive janë ato kontrata të cilat prodhojnë, faturohen në 2 muajt e fundit të paktën. Dhe nga këto 500.000 kontrata, mbi 187.000 subvencionohen nga shteti. Ky është ndryshimi midis nesh dhe jush. Pra, mos i thoni qytetarëve që ka shi plot. Kur bjen shi tek Skënderbeu, nuk mbushet kaskada dhe ju e dini këtë. Dhe ju e dini shumë mirë të gjithë këtu se si funksionon, por vazhdoni dhe keq informoni qytetarët, dhe kjo nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë për ata që ju kanë votuar dhe për ata që nuk ju kanë votuar. Nuk mund të konsumojmë kohë as ne as ju që të themi se si është e vërteta. Është e pamundur që të vazhdojmë. Ju patjetër ju mohuat edhe pandemin. Thatë që nuk ekzistonte, thatë që masa drastike që u morën ishin masa për të mbajtur qeverinë. Dhe ndërkohë, deri ditën që pastaj zut shtratin, dolët dhe deklaruat që ekzisto ka dhe pandemia. Kështu ndodhi edhe me vaksinën, por më pas doli që ju nuk jeni kundër vaksinës, por ne nuk duhet i bëjmë presion njerëzve për të vaksinuar. Pra ju gjithmonë keni diçka për të thënë, siç është dhe çështja e energjisë. Që ka një krizë globale energjetike, këto nuk e mohoni dot. Këto nuk e mohoni dot se mjafton dikush të futet në rrjetet sociale, s'ka nevojë të jetë politikan dhe e kupton shumë mirë se çfarë po ndodh me çmimin e qymyrit, i cili nga 30 euro ka kërcyer në 68 euro. Nuk ka nevojë fare që të kërkoni shumë thellë, sepse ju do shikoni se si e gjithë politika e dekarbonizimit dhe gjitha mbylljet e termocentraleve apo reaktorëve nuklear kanë krijuar një mungesë të produktit në treg. Ne nuk shpikim dot krizat, se krizat janë të vërtetueshme. Shqipëria do t'i drejtohet importit deri në ditën kur ne do të arrim të ngrem kapacitetet reja. Por ndryshe nga ju, që i ngrinit në ëndrat tuaja, skavicën e tjerë, ne tashmë kemi nisur nga puna. Dhe çdo projekt ka një fazë maturimi.
Ka një fazë projektimi, ka një fazë licencimi, por sot ama, bashkë me kompanitë amerikane, të cilat, siç përmendi deputeti parafolës, e kanë shumë problem të vinë në Shqipëri, por faktikisht flasin faktet ndryshe. Bechtel sot është në teren dhe po punon për projektin e Skavicës. Ashtu siç po punon dhe Accelerate Energy për projektin e tecit të Vlorës. Ashtu siç po punon Voltalia sot në Karavasta për parkun fotovoltaik dhe siç do punoj për parkun fotovoltaik të Spitalës. Ju duhet i shpjegoni qytetarëve një herë e mirë pse në 2010 dhe në të gjitha vitet e tjera, por mora vetëm 2010 si shembull pasi ju lutem zonja Balluku të konkludoni sepse koha juaj llogaritet në kohën e grupit. Pasi është tregus i pastër që është viti më i mirë i Driki 15 viteve të fundit. Ju duhet i thoni qytetarëve pse keni bler energji kur keni prodhuar 7 tera në 2010. Okej, faleminderit. Ju lutem t'ju bëjmë dije vetëm